E ç'ky ke refleks? Bravo! Sigurisht mbas këtyre sekuencave të shkurta të videove, trupi juaj ka reagu, e këtij reagimi anglisht folësit i thojnë startle reflex. Ky është një refleks automatik që aktivizohet kur diçka të afrohet pa pritur ose ka ndaj zhurmë të madhe. Edhe truni kanjëherë habitet, s'ka faj. Për këtë refleks për shembull, informatat prej syve shkojnë direkt në pjesën emocionale të trunit, në amigdal, e nuk kalojnë hiç ka pjesa e mëshme e trunit në korteksin cerebral. Thot ç'ky artikull. Çta reagimi ndodh edhe kur nuk ka rrezik të vërtet, edhe është veç një vedje që nuk mundet me të depërtu te ti. Reflekset janë reagimet që truni i jap komanda trupit me i kry pa të vetë ty hiç, edhe na shërbejnë për me urujt prej rreziqeve. Ka tjera reflekse interesante si refleksi i bebzave të synit, kur një dritë e fortë na bjen sy, bebzat menjëherë zvoglohen në mënyrë që me mbrojt retinën e syrit. Kto e shumë reflekse kryen automatikisht e na as nuk kemi ndjeni për to e as nuk mundemi me i ndal. Kjo tregon se sa shumë fuqi ka truni jon e sa shumë mundohet me na mbrojt. Autotet jo, ajo, kallëzoni në komente, edhe për më shumë video si kjo subscribe Burbanin në YouTube edhe në krejt platforma tjera.